Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mirë se ju gjej në Kosovën e lirë. Vërtet me Kosovën më mbledh dashuria, më mbledh udhëzimi, më mbledh çaji ngrohtë i arditës, që nuk e kam provuar as në Stamboll, as në një vend tjetër në botë. Me Kosovën më mbledh shoqëria ime e bachelorit, e magjistraturës dhe doktoraturës. Madje edhe në Shqipëri po më akuzojnë dhe po më thonë, ti gjithmonë po shkruan Kosova na e kalon, Maqedonia na e kalon. Po vërtet, edhe në këtë iftar na e kaloi, që tek backgroundi e nashidve, që tek backgroundi i ilahive, ne nuk kemi. Këto skëtan po këndojnë gegnisht ashti, deshëm apo s'deshëm. Në Berat në një simpozium që kishim, ishte qesharake, por nga ana tjetër po i thosha shoqeve të mia, shikojini pak gocat e juaja, Berata, se si këndojnë këngët e Adem Ramadanit. A nuk keni qef që t'i mësoni pak? Të marrin nga ky entuziazëm, nga kjo lakmi që po kanë për shpërndarjen e fjalës Islamit me ilahi, me art, etj. Ndoshta vitin tjetër do këndojmë edhe ne toskët dhe Shqipëria mesme, kështu si po këngojni ju dhe me thënë gegët, inshallahu taala. Kosova është dashni, siç ju thash, dhe për çlirimin e kësaj Kosove, jo më larg se para 2 vjetësh, isha në varrimin e nënës së shoqes time, dhe doktor Shefqet Krasni që e përmendi, tha nga duart e kësaj gruaje kanë kaluar kaq e kaq ushtar. Kanë ngrënë, kanë pirë, janë larë rrobat dhe janë bërë të gjitha shërbimet vetëm në duart e një gruaje të moshuar. Prandaj gruaja ka vërtet një peshë shumë të madhe në shoqëri. Këta njerëz kurkush nuk i njeh. Janë të panjohur në tokë, ama ndoshta tepër të famshëm në qiell. Kështu që lut Allahun e madhëruar secila prej jush të bëj vërtet punë që të mbeten jo vetëm në këtë dynja, por të përmendemi lart në qiell. Vërtet, Ramazani është një shkollë adaptimi, është një shkollë mbas gjithë atij gafleti dhe shkujdesi që kemi për 11 muaj, sikur Zoti i madhëruar do të na thotë, hajde, eja dhe trajnohu. Edhe nëse do ta përkufizonim muajin e Ramazanit me një përkufizim, një fjali, është një trajnim, një mujor, për çdo vit, është prej Zotit të madhëruar dhe dëshmia e Ramazanit, dëshmia e këtij trajnimi është arref të felzëm. E more vesh se çfarë është shkolla e devotshmërisë, atëherë e praktikoje për 11 vite me 11 muaj të tjerë. Kjo është shkolla e Ramazanit, shkolla e devotshmërisë. Faktikisht kisha përgatitur disa rreshta në lidhje me udhëzimin qiellor, udhëzimet qiellore. A kemi nevojë ne sot në kohën e AI? Dikush po thot atomi është shpërthye, njerëzit kanë arritur në fund të detrave, kanë arritur në hapësirë, madje po planifikojnë tashti në hënë se të prenotojnë toka në hënë për hoteleri e për të jetuar pjesën e mbetur të jetës, sikurse Michael Jackson. Edhe tani po flasim për Ramazan, po flasim për udhëzime qiellore, Muhamedi alayhi salam, Kur'ani etj. A nuk duket pak kontradiktore? Do me thënë qiell dhe tokë mund të bashkohen me njëra tjetrën? Robotizmi ka arritur deri aty sa që ka për të na marrë gjithë punët tona, punët e përfyesve, profesorëve etj. Nuk ka për të na lënë gjë. Pra në këtë çmenduri zbulimesh, a kemi nevojë për udhëzimet qiellore? Po vërtet kemi nevojë. Pse? Kush është arsyeja? Arsyeja është tepër e thjeshtë. Nëse do t'i hedhim një shikim reformatorëve të botës. Për shembull Gandhi, shtëpia e cilit është kthyer në muze, edhe varri i tij ruhet me bodyguard. Ku e çoi logjika këtë njeri
pa udhëzimin qiellor, ne nuk kemi nevojë për qiellin, nuk kemi nevojë për resail, nuk kemi nevojë për mesazhe nga Allahu, nga Zoti, por me këtë logjika jonë na çon atje ku duam ne. Ku e çoj logjika këtë reformator që i ndia i thur lavde dhe himne? Gandhi arriti deri aty sa që thoshte: unë adhuroj lopën, madje nënën time nuk e kam në konsiderat si kurse kam nënën lop, sepse ajo më dha 9 muaj qumësht, ndërsa kjo po më jep për gjithë jetën. Kjo është logjika. Pra njeriu nuk mundet çdo gjë ta arrijë nëpërmjet materjes. Dhe materia kaq e avancuar dhe ana shpirtërore kaq e neglizhuar i përngjajnë dy krahëve të një zogu. Nëse një krah është i thyer, atëherë nuk mund të eci dot zogu me krahun, me një krah. Dhe e tillë është bota sot, që mendon me këtë civilizim, me këtë ecje, me këtë robotizëm e tjerë, mendon që do eci përpara. Jo, nuk mundet. Wallahi nuk mundet. Pa anën shpirtërore asesi nuk mundet. Pse? Sepse ne po e shohim ngjarjet e fundit të vipave që kaluan deri në përdhunime, në kanibalizëm. A nuk janë dëshmi e qartë se ku mund të shkojë kjo botë pa udhërrëfim qiellor? I keni parë të gjitha detajet apo jo? Atëherë, sot më shumë se kur ne kemi nevojë për udhëzimet tona profetike, kemi nevojë të heqim pak atë pluhurin e Kur'anit, i cili është zbritur para 1400 vjetësh dhe nuk i është ndryshuar një zanore. Dhe nëse librat e tjerë edukativ, letrar, fillojnë me një apologize në fillim, ky është libri im, ndoshta do të gjeni gabime në fillim, në fund, në mes. Libri Allahu subhanahu wa taala fillon Elif Lam Mim, dhalikal kitabu la rayba fihi. Ky është libri i Zotit. Nuk ka dyshim në të. Pra, Allahu subhanahu wa taala është ai i cili ka garantuar këtë fe 1400 vjet i pandryshuar. Shikojini pak librat e tjerë të cilat presupozohen që janë qiellor. Dhe nëse do të shohim pastaj pjesët e tjera të jetës një personi i cili don të jetoj sipas udhërrëfimit islam, atëherë ti do të fillosh jetën me bismillah, do të thritet në ezan, bebi të vogël i thritet eshhedu an la ilaha illallah, dhe kur të vdesi i thuhet laqinu mautakum ash-shahada. Atëherë thot edhe të vdekurve tuaj thoni shahadetin para se të japin lam të mirën kësaj bote. Nëse do ta shohim këtë Kur'an që kemi në shtëpia tona, para 1400 vjetësh, Allahu subhanahu wa ta'ala thot maraj al-bahrayni yaltaqiyani baynahuma barzakhun la yabghiyan. Ku ta dinte profeti sallallahu alaihi wasallam atë që do të zbatonte dhe do të zbulonte sot dietarët e oqeanologjisë. Profeti kurrë se pati parë detin, dhe kur vjen ajeti kuranor që thot midis dy detrave ka një barzakh që është pengesë, që nuk e lën të det ujërat e këtij deti të depërtojnë tek deti tjetër. Pra, tjetër thellësi, tjetër dendësi, tjetër karakteristika ka ky dhe të tjera ka deti tjetër. Dhe kjo mrekulli shkencore dhe plot mira të tjera që dietarët e gjeologjisë, oqeanologjisë, nutricionistët e tjerë i zbulojnë dita ditës. Për shembull, kul bismillah, u kul bi yeminik, nga të ngrënët, nga të pirët, të fillosh me bismillah. Dhe tani është zbuluar që kur ti flet fjalë të mira ujit, apo të ngrënit, apo të pirit, atëherë do të thënë kjo bën më faide në organizmin tënd. Nëse do të shohim etikën e shoqërimit, etikën tek të ngrënët gjithashtu, imagjinojeni pak që thot mos e ha ushqimin e nxehtë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Imagjinojeni pak sot
Sot ta thon doktorët që nëse ti e han ushqimin e nxehtë, mira që lizat të gjuhës tënde kanë për të ngordhur dhe duhet kaq kohë që të ri për të rihet. Ku ti dinte pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam të gjitha këto detaje. Vetëm se kjo dëshmon shumë mirë që ai ishte i dërguari i Zotit dhe Islami është një burim romanticizmi. Nëse do të shohim pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, e merr gruan e tij dhe ka ato habeshin të vegjël, njerëzit nga Etiopia, disa robë të cilët lozën me heshta. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam e kishte gjitur fashën e tij, fashën e Aishës radhiyallahu anha. E shikon Aisha radhiyallahu anha këtë sënjet e atri. Për që në atë sot do të kemi do marrim maksimumi të marrim në pushar, boshka, duke ndenjur me kalamajt o me burrin ose me të afërmit tan. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë faqja e ngjitur e Aishës me profetin. Dhe i thot, a unë ngope, i thot, e shikon skenën. Jo, i thot, akoma. E lë pra profeti sallallahu alaihi wasallam. I thot, a unë ngope? Jo, thot, akoma. Herën e tretë, po thot. Imagjinojeni pak se çfarë burri ka qenë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, sa që buzët e tij i vinte në të njëjtin vend në të cilin ka qenë që pinte Aisha radhiyallahu anha. Më tregoni se cili prej burrave të juaj pin në të njëjtin vend që pini juve. Mundësisht edhe gotën thot grua, ma largo pak sepse nuk i di se çfarë mikrobesh mund të kesh edhe mos ka lavastavilje plot, domethënë mundet që ta lajm atë apo jo. Islami sot luftohet me media, luftohet kudo. Megjithatë ne shikojmë një gjuhë, shikojmë një etje, domethënë për Islam. I shikojmë në mes të New Yorkut muslimanët që falen, që luten. Kush është sekreti që gjithë këta njerëz futen në Islam afwajan, grupe. Pse? Sepse Islami është fe e natyrshmërisë, është fe të cilën e kërkon shpirti, është fe e cila është e lehtë, elastike. Dhe siç thot një prej mendimtarëve të Garbit, të Perëndimit, thot, as sistemet politike, as filozofike nuk e mundën, nuk e mposhtën atë zbrasësi që bën sistemet në kohën para 50 vitesh. Islami ishte i vetmi që e bëri këtë. Më jepni një fe e cila është si Islami, që thot burrit, i thot ju jeni burrit dhe gruas, ju jeni si një rob, thot për njëri tjetrin. Si mund të rri njeriu pa rob? Imagjinojeni pak, e prek të ftohtët, e prek të nxehtët, e prek infeksioni, e çdo lloj gjëje. I tillë është Islami, pra ju jeni të ngjitur, duhet të rrini me njëri tjetrin, ta doni njëri tjetrin dhe fëmijët mos i vrisni, thot, mos i vrisi nga frika e fukarallëkut. Pra, një fëmijë që i fillon haku që në barkun e nënës, madje edhe kur ndahet trashëgimia dhe nëna është shtatëzën, atëherë duhet të ndahet pjesa e tij, konsiderohet domethënë pjesa më e madhe dhe të konsiderohet njësoj si i gjallë. Është fe e qartë, fe e lehtë. وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Kudo që të kapi vendi, kudo që të kapi koha për të falur, atëherë profeti të thot, toka është e pasur, thot, falu ku të mundesh. Nëse nuk ke ujë, atëherë merr tejemum, me dhe. Edhe kjo fe është fe e drejtësisë. Fe e drejtësisë. Kur vodhi një prej grave fisnike në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i thanë të gjejmë Usama bin Zeid, ai e do shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ta fusim atë së ndërmjetës. Çfarë i tha profeti sallallahu alaihi wasallam? Wallahi, tha, edhe sikur Fatima radhiyallahu anha të ishte ajo që ishte zgjedhur do ta prisë në dorën e saj. Ky
është sistemi i Islamit, ky është sistem i plot, universal, në ekonomi, në çdo gjë, në familje, në tërbijet, në edukim, në çdo gjë. Prandaj Allahu subhanahu wa taala thot el-yawm akmaltu lakum dinakum, thot sot për ju përsosa fen tuaj. Lusë Allahun e madhëruar që të na bëj rizq që ta praktikojmë të fe dhe t'ja dorëzojmë shpirtin musliman. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi.